Alhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Allahun azza wa jalla falënderojmë, salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgoi. Të dashur vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me njësinë e tij të gjelbërt që përmendet se kaloi rreth Ebu Sufjanit me njësinë e tij të gjelbërt, që tek ata dukeshte vetëm hekuri, që janë mbrojtëset, pancirat dhe armatimi që e kishin për ta mbrojtur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam dhe për ta shtruar Mekë. Atëherë Ebu Sufjani i thot Abbasit radhiyallahu anhu, i thot: "O Abbas, kur e pa njësinë elite nga muhaxhirët dhe ensarët në udhëheqjen e të cilës ishte Muhamedi sallallahu alajhi wasallam në këtë gjendje dhe me këtë bindje dhe me ato ambicie të larta, i tha Ebu Sufjani Abbasit: "O Abbas, tha, që kësaj njësie s'ka kush i del përpara sot." I tha Abbasi radhiyallahu anhu: "Innaha an-nubuwah." Tho Ebu Sufjan, kjo është pejgamberlloku i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është dëshmi e pejgamberllokut të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ky pejgamberllok, kjo thirrje e këtij pejgamberi të madh prodhoi kësi bura. Andaj nga veçoritë e umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe vetë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është edhe fakti ku thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam: nusirtu birru'bi masirata shahr. Allahu një muj përpara se me mritë armiku më ka nderu duke e fut frikën në zemrën e armiqve. Se armiqt e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam një muj përpara janë ndrith nga ushtria islame dhe nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Por kur ato musliman do t'jenë hakikat. Kur muslimant do t'jenë sinqert në niyetet e tyre, do t'jenë të përpikshëm në veprat e tyre, që t'i bëjnë konform asaj me cilën është razi Allahu azza wa jall, atëherë vjen suksesi, atëherë vjen bereqeti prej Allahut azza wa jall. Dhe kjo njësi nuk ishte në pyetje vetëm armatimi që e kishim, por atë hejbet, atë guxim, atë vendëshmëri që Allahu me atë e nderoi këtë njësi në krye të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Se shumë ushtri të mëdhaja në të kaluarën, po edhe sot, ndoshta kanë hekur të fortë, armatim të fortë, por kur s'ka bura të fortë që e përdorin atë, nuk ka mundësi me pas perspektivë. Dhe kjo një shembullin më të freskët, me plot guximin e tham, e kemi shembullin më të freskët të besimtarëve në Gaza, që me një dunjë luftuan 2 vjet, nuk u dorëzuan. Gjitha teknologji, gjitha të ushtri, gjitha armatim, një dunjë bashkë me një anë, këto me një përgatitje primitive të thjeshtë, me prodhim të improvizum, nuk u dorëzuan 2 vitet plota. Dhe faktikisht e mposhtë një botë. Disa njerëz të sinqert, të cilët ishin të lidhur me Allahun azza wa jall. Kem min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kathira bi idhnillah. Thot Allahu azza wa jall, e sa grupe të vogla i kanë fitu grupet e mëdhaja, sa ushtri të vogla i kanë fitu ushtrit e mëdhaja me iznin e Allahut azza wa jall. Kur janë mbështetur në Allahun te baraka wa taala. Dhe lutim Allahun që Allahu për gjithmonë atje në ato troje të sjell paqë, ato njerëz të rahatohen, të vendosen
në për vatanet e vetë, edhe pse s'ka mbet asgjë nga vatanet e tyre. Edhe njerë edhe juve Zoti ju shpërblef për lutjet dhe duat që i keni bo bashk për ato vëllezër dhe besimtar që atje kanë pas nevojë për lutjet tona. O vëllezër dashur, kjo brigadë të cilën e dheqte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thot dha hejbet në sytë e Ebu Sufjanit, që ishte besimtar, që e pranoi para pak çastesh Islamin. E që muslimant me e kuptu se lidhja e jonë me Allahun azza wa jall, na e për respekt, na e për hejbet, na e për guxim, edhe e imponon respektin e gjitha paleve karshi neve muslimanve. Dhe këto brigada që besimtarët dhe këto bura të lidhun me Allahun azza wa jall, i dhanë trishtime edhe vetë Ebu Sufjanit. Edhe vetë Ebu Sufjanin e shtinen me pyet, kush është kjo njësia e gjelbërt? Në kryet e së cilës ishte vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pasi që Ebu Sufjani njoftohet me gjitha udhëhecit e brigadave dhe me gjitha njësit që kaloshin rreth asoj ngushtice, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam flamurin e njësisë dhe brigadës së Ensarve ja jep Saad ibn Ubades radhiyallahu anhu. Saad ibn Ubades, një sahabi, një burr, një mujahid i njohur në mesin e muslimanëve dhe i dëshmuar në historinë islame, merr dhe udhëheq me Ensarët dhe në dorën e tij bart flamurin Islam. Dhe Saad ibn Ubades në ngushtit takohet me Ebu Sufjanin radhiyallahu anhu. Dhe këtu ndodh një bisedë mes këtyre dyre, në të cilën bisedë do të ndërhyjnë vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Saad ibn Ubade radhiyallahu anhu kur takon Ebu Sufjanin i thot el yawmul malhama. Thot o Ebu Sufjan, sot është dita e ballafaqimit. Yawmul malhama i thënë se përpara luftat janë bo dy luftimet me shpatë dhe lahm i thënë mishit, melhame i thënë dita e mishtrave kur do të luftojnë ushtarët gjoks për gjoksi, ball për ball. Sot më nuk ka ashtu me dugme janë. Por në atë kohë lufta është bo ball për ball, krah për krah dhe janë prek mishnat kur janë ballafaqur me njëri tjetrin. Thot Saad ibn Ubade i thot Ebu Sufjanit, sot është dita e ballafaqimit. E pastaj i thot el yawm tastahillu al-hurma. Thot sot do të na lejohet diçka që është e ndaluar. Sa Allahu azza wa jall lejoi ushtrinë islame në një çast caktuar që me hyj në Mekë, edhe pse Mekë është vend i shenjtë që nuk lejohet me hyj me ushtri dhe me armatim. Saadi radhiyallahu anhu ja rënit të Allah Ebu Sufjanit. E pastaj i thot el yawm adhalla Allahu Quraishan. Thot sot Allahu ka me nënçmu dhe ka me poshtru Quraishët. E pastaj kur Ebu Sufjani e takon Muhamedin sallallahu alaihi wasallam, i thot ja Rasulullah, a nuk e ndëgjon se çka është të thon Saadi? Ankohet Ebu Sufjani për të thonat e Saadit të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, se Saadi me një farforme e rëndoi Ebu Sufjanin dhe gjithë me kelit. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me çka tha Saadi? Tha kështu. Saadi tha. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha o Saad, flamurin tënd t'jap shmënjere djalit tënd. Ja mori flamurin Saadit, ja dha flamurin djalit të Saadit. Se vepi këto llafe të rënda që ja tha,
Ebu Sufjanit. Dhe tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Belil yawma yawmun tu'azzamu fihi al-Ka'ba. Tha, e kundërta tha, bile sot është dita në të cilën ditë Allahu ka me nderu Ka'bën. Nuk është dita në të cilën ditë do të poshtron me kelit. E pastaj tha, el yawma yawmun azza Allahu fi Quraishan. Në këtë ditë Allahu ka me nderu Qurayshët. E pastaj tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, thumma arsala ila Sa'din. E pastaj e çon një dërgum të vetë dhe Sa'dit ja merr flamurin nga dora e vet. Kurse Ebu Sufjanit ja thot fjalë krejtësisht të kundërta prej asaj që i tha Sa'di radhiyallahu anhu. Tha, kjo është dita në të cilën ditë Allahu ka me nderu Ka'bën. Dhe është dita në të cilën ditë Allahu do t'i nderon me kelit. Kureshitët në veçanti. Dhe Allahu e nderoi Ka'bën se Ka'bën e pastroi nga njollat e shirkut, nga putat e ndryshme që ishin të venduar në Ka'bë. Dhe Allahu i nderoi kureshitët se gjithë kureshitët e pranuan Islamin. E pranuan Islamin dhe i nderoi Allahu me Islam. Dhe këtu kemi një porosi. Porosia e ashpërësisë dhe porosia e butësisë. Që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ashpërsinë në gjuhë nuk e toleroi edhe në momente lufte dhe mejdan lufte kur mundet më thonë diçka ndryshe. Në të dy versionet, mesazhi është se Mekja do të çlirohet dhe se Mekelit do të mposhtën. Por gjuha e parë është e ashpërt, gjuha e dytë është e butë, e njëjta domethënie është. Në dy opsionet, edhe Mekja do të bie në dorët e muslimanëve, edhe Mekelit, kureshitët, do të mposhten, më nuk do të kenë pushtet në Mekë, por vetëm llafët dallojnë. Që na shumë do të me pas dikat në llafët që i themi Alhamdulillahi Rabbil Alamin.